Për të folur për këto takime, do të zhvillojmë një intervistë me trajnerin e futbollit Gentian Mezani. Gentian, përshëndetje. Përshëndetje. Shumë fazë interesante në këtë moment mbetet me dilemë, enigmë, se kush do ta fitojë titullin kampion, skenarë të ndryshëm, por çfarë përshtypje ju ka lënë kjo fazë Final Four? Atëherë, është një fazë interesante. Normalisht dije janë 4 skuadrat që kanë pothuajse gjatë gjithë kampionatit kanë udhëhequr klasifikimin e këtij viti dhe mendoj që e kanë merituar plotësisht pozicionin dhe momentin që janë. Dijej dhe pa diskutim që do të ishin interesante për vetë faktin sepse në përbërjen e tyre këto skuadra kanë elemente jashtëzakonisht shumë të mirë dhe me cilësi. Dhe pa diskutim që do të kishte edhe surpriza dhe siç edhe pam në dy ndeshjet e shkuara. Kishte shumë pritshmëri për Vllaznin, në Shkodër trishtuar, debat, të zgënjur me ekipin për performancën. Çfarë ndodhi me Vllaznin? Shihet si ekipi favorit për ta fituar titullin? Atëre, unë mendoj që sigurisht që Vllaznia ose më mirë tifozëria e Vllaznisë se priste pa durim sepse mbas gjithë këtyre viteve që i mungon kupa ose kampionati në Shkodër, pa diskutim që ky do të ishte momenti më i mirë, mendoj këtë vit për ta fituar Vllaznia. Siç mund ta fitojnë dhe skuadrat e tjera tashmë, sepse normalisht mendoj që Vllaznia duhet të jetë akoma është e hapur, por mendoj që skuadrat e tjera e kanë disi më të lehtë në këto momente, sepse kanë një avantazh të vogël. Nuk e di çfarë ka ndodhur në dhomat e qytetit ose në ambientin shkodran, sepse normalisht duhet të jesh aty dhe të kuptosh disa gjëra, por unë mendoj që Vllaznia në këto dy ndeshje nuk ka arritur të shprehë ato që na ka treguar gjatë gjithë kampionatit, pra atë futbollin e bukur, atë mendoj personalitetin që kishte në fushë, atë ekuilibrin që ka pasur gjatë gjithë kohës në këtë kampionat, kështu që në këto dy ndeshje kanë munguar këto dhe pa diskutim që nuk ka arritur të marrë rezultatet e duhura dhe për të qenë pretendenti kryesor pasandej për titullin kampion. Por që unë mendoj që i ka munguar disi kjo, por kjo është për të vlerësuar nga pjesa e stafit të Vllaznisë ose nga njerëzit që janë pjesë e klubit të Vllaznisë, sepse ne jemi jashtë dhe mund të gjykojmë gabim dhe mund të themi diçka gabim ose një amëndsi. Por ajo që unë kam parë në këto dy ndeshje që i ka munguar Vllaznisë për mendimin tim ka qenë ai personaliteti që ka pasur në fushën e lojës, ai ekuilibri që ka pasur në fushën e lojës gjatë gjithë kohës dhe ai futbolli i bukur, dëshira për të dalë në gol shumë shpejt. Edhe pse përballë ka pasur skuadra me ekuilibër gjatë gjithë kohës, me element jashtëzakonisht shumë të mirë, por këto skuadra gjatë vitit Vllaznia ka ditur t'i mund, ka ditur të bëjë ndeshje shumë të mira kundrejt tyre, kështu që prisja një Vllaznia akoma pak më shumë agresive, të them të drejtën, nga ajo që kemi parë në këto dy ndeshje, por kjo është e bukur e këtij kampionati, sepse normalisht në këtë fazë Final Four është për të parë skuadrat që janë më në formë, pra janë ato që e bëjnë diferencën, lojtarët e të cilave janë më në formë dhe ata që janë më psikologjikisht mendojnë më mirë për të arritur këtë. Dhe Egnatia është një nga ato skuadra që në 2 vitet e fundit është kampione në fuqi dhe kanë eksperiencën e dur për të menaxhuar mirë ndeshjet në momente të caktuara, siç është dhe ky moment.